Pamje nga ushtria e periudhës së diktaturës së Enver Hoxhës sjellin në kujtesë disiplinën e fortë dhe stërvitjet e ashpra të asaj kohe. Ushtarët zhvillonin zbor në kushte ekstreme, shpesh pa ushqim të mjaftueshëm dhe në temperatura të ulta, duke kryer ushtrime edhe në dëbor. Propaganda e kohës theksonte përkushtimin dhe gatishmërinë e lartë për të mbrojtur vendin nga armiku dhe imperializmi amerikan. Në këtë frym paraqitej edhe roli i grave në ushtri, të cilat shpesh përshkruheshin si po aq të forta, madje më të forta se burrat. Fotot e asaj periudhe tregojnë atmosferën dhe mentalitetin ushtarak të kohës.